në këtë rast, me të drejtë. Nuk kemi. Mirë, faleminderit. Ditë mbarë. Ky ishte komunikimi i parë i kryekomisionerit shtetëror të zgjedhjeve zotit Celibashi në lidhje me procesin zgjedhor, por ju përgjigje edhe pyetjeve të kolegëve me ato problematika, po sqaroi le të themi edhe më mirë situatën. Zoti Abazi, ndjes ju kërkoj, por e kemi ndjekur me vëmendje së bashku zotin Celibashi. Tani jemi në epokën e inteligjencës artificiale, edhe ka edhe një testim edhe në TPL-n. Identifikimi bëhet elektronik prej disa palë zgjedhjesh, por është një test edhe ai numërimi elektronik do të ishte më së miri që mund dilin rezultatet, flaset edhe për zgjedhjet përgjithshme parlamentare. Si shikoni këto, apo janë procese të mbarvajtjes së një procesi zgjedhor normale, apo duhet ishim diku edhe më të avancuar? Në fakt është pjesëmarrja shumë e ulët, po, atë sipas raportimit që bëj. Ato që folën pak më parë, po, edhe motivimi natyrisht. Edhe realisht është shumë e trisht për të thënë që nëse pretendojnë për ndërim të ndonjë kryetari ose ndonjë alternative dhe kur pjesëmarrja është 1%, 2%, pra në TPL-n që gjithë zgjedhësit janë 12.000 sa, kanë votuar 4%. Mendo tash ti 480 veta kanë marrë pjesë në votim për 3 orë. Dhe sa do të jetë, ndaj u thashë nuk pritet që as të kapet niveli i zgjedhjeve të mëparshme. Ditë dieta apo. Problemi i inteligjencës që edhe artikulimeve që bëri kryetari, natyrisht ai doli bëri rutinën e vet që i takon për të raportuar. Unë do të thosha që edhe hyrja deri në hollësi të tilla që madje i demotivon disa nga zgjedhësit, kur thua kanë dalë 2%, 1.7%. Ai thotë nuk dalin. Do të thotë të japë shifrat të tilla nuk e di kujt i interesojnë, të flasim atë që është. Kuptoj, po ato janë shifrat. Në një farë mënyrë jo, e kam fjalën, jo të gënjej, por kujt i intereson se unë që dua të çohem të votoj ose jam i dyzuar, kur shikoj që kanë mbajtur 1%, them ç'vler ka të shkoj. Pra e kam lapin tek motivimi i njerëzve për të vajtur në votime. Edhe ai bëri raportimin, madje i ndau me grup mosha nëse e di. Po eksakt, i ka ashtu Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. I raportoi. Shiko, unë nuk do të thoshe që një pensionist që pret kryetari i Bashkisë të Risë pensione. Unë nuk pres një pensionist ose një mosh të cili ka për këtë mandat që ka mbetur. Dhe ata janë 90% ishin pjesëmarrës. Të rinjt, a kanë motiv që të shkojnë të votojnë për një kryetar i cili i jep një shpresë ose i thotë që këto janë testi për zgjedhjet pas një viti e gjysmë dhe me pjesëmarrjen 0.7, 0.2, 0.3% të rinjve deri në 34-5 vjeç, kjo nuk është pozitive në gjykimin tim. Ndaj thash që ky është një proces votimi që do mbyllet dita dhe përdorimin që thatë juve inteligjencë artificiale. Ore, ne kemi dhe ministre të inteligjencës artificiale. Nuk e kam për ironi, po them këtë. Pra, kur ne kemi ministrin e rang vendi, madje për shumë problemet edhe të brendshme të jashtme, fakti që jemi në kuadër të plotësimit të standardeve dhe të kapitujve që kemi hapur etj, dhe ne me të përfaqësohemi në shumë drejtime. Dhe ne bëjmë testin e inteligjencës artificiale në një bashki që pritshmëria më e madhe mund të jenë 5.000 veta po vajtën në votime. Nuk është e besueshme që të flasim ose të merrem me atë. E kuptoj. Unë dhe diçka kam edhe në një farë mënyrë nuk do mbyll bisedën me ju pa ju pyetur. Zgjedhjet e munguara në Bashkinë e Tiranës, sepse ndoshta edhe aspekti politik dhe vendimit të gjykatarëve këtu është më interesante dhe më e rëndësishmja. Si e pa të gjitha ato që ndodhi dhe sipas jush çfarë do ndodhi në këtë situatë me Bashkinë e Tiranës? Ka në dorë institucionet marrë vendime, kjo nuk diskutohet, por mendimi juaj. Si pjesë e politikës, ne kemi dhënë mendime her pas here dhe ndaj themi që ngërçet që krijohen her pas here, vitet e para të tranzicionit në Shqipëri ishin për mungesë të eksperiencës. Ndaj, po të shikojmë kushtetutën e nisjes në 94-ën, unë miratua në 98-ën, dhe e kemi hapur dhe mbyllur kaq qerë që vetëm kushtetut nuk mund të thuash, se është akti themeltor i shtetit. Në kushtet të tilla, kur ndërhyn sa erdo tek ajo, dhe nuk bën një gjë që tjetë për i kohë zgjatje efektshmëria e saj, është të cunguar. Dhe ndaj po them edhe këtë, pra një ngërç i tillë i krijuar në bashkinë më të madhe të Shqipërisë, që ne themi her pas here që janë mbi 30% e qytetarëve shqiptarë etj, të krijohen artifica nuk është e moralshme. Unë do të thosha që nëse u krijua ky ngërç, institucionet qendrore duhet të bënin alarm dhe të nxjerrin mësim, të bënin ndërhyrje në kushtetut për të zgjidhur situata të tilla që të mos ja lënë një grupi për 3, 5 ose 5 vetas që votuan në gjykatën kushtetuese të marrin vendime dhe thotë referuar kushtetutës, kur kjo kushtetut ka shumë papërgjegjshmëri brenda.
Ne nuk e fyem kushtetutën, po atë kemi. kuptoj. Por ka shumë papërgjegjshmëri. Pse do të ndodhë që qyteti i Tiranës, Bashkia e Tiranës të mos ketë mundësi të gjejë një zgjidhje për të mbajtur atë kandidat, nuk gjykoj, se s'më takon mua të them ai është në të drejtën e. Por që me që kushtetuese le të themi. Për sa kohë aty tash, ne themi është një trup pa kokë, nuk ka një orientim, ka mungesë të vendimarrjeve, ka probleme të tilla që duke pas kryetarin edhe gjithmonë ndodhin. Por është përgjegjësi e klasës politike që pasi ka kaluar një maturim në vitet e para, ja 10 vjeçarin e parë, tashmë është përgjegjësia tyre për këto situata që krijohen në Shqipëri. Kemi të ndërgjegjshëm. E kuptoj. Zoti Abazi, faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi dhe ju uroj ditë të mbar. Ju falenderoj juve për mundësinë që natyrisht ka shumë probleme në këtë, jo vetëm sot, është sebebi. Dhe shumë tematika që besoj do të kemi. Shumë tema të tilla për të cilat unë them që duhet të ndiejnë të gjithë qytetarët shqiptarë dhe jo vetëm ju gazetarët që përpiqeni me gjitha gjërat dhe ne disa prej tyre që kur na jepet mundësia artikulojmë ato gjëra që i quajmë si shqetësim. Faleminderit juve. Faleminderit edhe ditë të mbar. Rikthehen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me kolegen Danila Manloku në këtë moment. Danila, përpara se të pyes edhe për të dhënat në fakt që janë për pjesëmarrjen deri në orën 10, shumë shkurtimisht nëse përmbledhim diçka, çfarë tha zoti Celibashi, pra ato konstatimet KQZ